Të njëjtë në Kosovë shënua hapja zyrtare e fushatave zgjedhore të partive kryesore politike për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit, të cilat janë zgjedhjet e treta brenda një periudhe rreth një vjeç e gjysmë. Në tubime të ndarë në disa qytete të vendit, subjektet kryesore kanë prezantuar mesazhet dhe prioritetet e tyre para votuesve. Në përgjithësi, dita e parë e fushatës zgjedhore është karakterizuar nga akuzat të ndërsjellta mes partive, me theks në gjendjen ekonomike, raportet me aleatët ndërkombëtar dhe premtimet për ndryshim apo vazhdim të politikave aktuale. Lëvizja vetëvendosje e ka hapur fushatën në Ferizaj, ku kryeministri në detyrë dhe kandidati për këtë postë Albin Kurti ka folur për arritjet e qeverisë së tij, duke theksuar rritjen ekonomike dhe zhvillimin e sektorit privat. Ai ka premtuar edhe reforma në bashkëpunim me bizneset, përfshirë mundësinë e pagesës së 13 në sektorin privat dhe përmirësimin e kushteve të punës. Kurti ka kritikuar opozitën, duke thënë se qeveria e tij realizon, ndërsa të tjerët vetëm premtojnë.